Arrest me burg deri në përfundim të hetimeve caktoi gjykata e posaçme për Lulzim Berishën, i akuzuar për vrasjen e Klodian Saliut në vitin 2005, ngjarje e zbardhur nga dëshmia e Luftar Reçit. Në seancën e të premtes të zhvilluar me dyert të mbyllura, mësohet se ish kreu i bandës së Durrësit kundërshtoi akuzat e prokurorisë dhe deklarimet e bashkëpunëtorit të drejtësisë Luftar Reçi. Nuk e njoh fare atë njeri, nuk e kam takuar asnjëherë. Nëse më provoni një kontakt me Luftar Reçin apo një telefonat me të, se unë kam qenë në Turqi, më dënoni sa të doni. Një lloj siç më ra akuza tjetër do të bjerë edhe kjo. Edhe për avokatin e tij mbrojtës Detar Hysi, dëshmia e bashkëpunëtorit të drejtësisë është e pavërtetë dhe i bëri thirrjes pak të zbardhë të vërtetën. Prokuroria e posaçme akuzoi Berishën për vrasjen e Klodian Saliut në vitin 2005, ndërsa pak kohë më parë u tërhoq nga akuza e përfshirjes së Lulzim Berishës në vrasjen e Vajdin Lamës, duke kërkuar pushimin e çështjes. Lulzim Berisha u arrestua në Spanjë në dhjetor të vitit 2023, ndërsa 3 ditë më parë u ekstradua në vendin tonë ku do të përballet me drejtësinë.